2 banorë të fshatit Baksriol u arrestuan, 7 po jetohen në gjendje të lirë dhe 15 të tjerë janë shpallur në kërkim nga policia e Shkodrës pas protestës së fortë të së shtunës në rrjoll të Velipojës, ku banorët kundërshtuan ndërtimin e resortit dhe thyen makineri të kantierit, u përplasën me punojës sigurie dhe lanë plagosur një prej tyre. Të revoltuar, ata pretendojnë se po u grabitet prona për të ndërtuar një resort. Në prangaran personat me iniciale NM, 51 vjeç dhe TSH, 45 vjeç, banues në Baksriol. Ata akuzohen për shkatrim pronë në kundërshtim të punësit që kryen një detyrë shtetërore ose një shërbim publik dhe plagosje të rëndë me dashje. Sipas policisë, gjatë protestës janë goditur punojës të kompanive private të sigurisë që ruan të kantierin dhe janë dëmtuar rënd disa makineri të subjektit që po ndërton kompleksin turistik. 7 persona të tjerë po jetohen në gjendje të lirë për shkatrim prone dhe kundërshtim të punojësit të policisë, ndërsa 15 janë shpallur në kërkim për të njëjtat vepra penale. Policia thotë se hetimi po vjen.